Cilat janë shenjat më me fat këtë javë? Dëgjoni horoskopin për çdo shenjë dhe do të shikoni se cilat janë ato më të favorizuara. Në përgjithësi, kjo javë sjell një energji të veçantë. Është koha kur shumë gjëra do të fillojnë të lëvizin përpara. Ajo që deri dje duke e bllokuar, tani mund të gjejë dhe zgjidhje. Ëndrat nuk mbeten vetëm në mendime, tani kërkohet veprim. Çdo hap i vogël mund t'ju ofrojë më shumë me atë që dëshironi. Katër janë shenjat më me fat të kësaj jave, dhe ato janë peshorja, akrepi, ujori dhe peshqit. Për to hapen dyer të reja në dashuri, para, shëndet dhe zhvillim personal. Megjithatë, dhe çdo shenjë tjetër ka mundësinë të përfitojë nëse dëgjon intuitën dhe nuk ka frikë të bëjë ndryshime. Dashi, këtë javë. Kjo javë zgjohet nga energjia dhe pasioni. Do të ndjeni më të fortë, më të vendosur dhe me shumë dëshirë për të marrë atë që doni. Në dashuri emocionet bëhen më të forta. Nëse jeni vetëm, një njohje e papritur mund të zgjojë ndjenja të bukura. Nëse jeni në një lidhje, është koha të flisni hapur dhe të thoni çfarë ndjeni. Në punë, nuk do t'ju mungojë guximi. Mund të merrni një vendim që e keni shtyrë prej kohësh. Besimi në vetvete do të jetë arma juaj më e fortë. Edhe fizikisht do të ndiheni më energjik. Është momenti mirë për të filluar një aktivitet fizik ose për të kujdesur më shumë për trupin. Këshilla e javës: mos prisni që të tjerët të bëjnë hapin e parë. Fati ndihmon ata që veprojnë. Demi, java sjell lajme të mira për financat. Paratë që keni kursyer apo puna që keni bërë me durim fillon të jap rezultate. Mund të merrni një pagesë, një ofertë pune, një mundësi për të fituar më shumë. Në punë të tjera do të vlerësojnë seriozitetin tuaj. Mund të merrni përgjegjësi të reja që në të ardhmen mund të sjellin fitime edhe më të mëdha. Në familje këtë javë mbizotëron qetësia. Është një moment i mirë që të bësh plane afatgjata. Këshilla e javës për ju të shenjës së Demit është: vazhdoni të menaxhoni me kujdes paratë. Ajo që mbillni sot mund t'ju japë siguri nesër. Binjakët. Komunikimi është pika juaj më e fortë këtë javë. Fjalët tua do të kenë ndikim dhe shumë njerëz do të kërkojnë mendimin tuaj. Në dashuri, flirti dhe bisedat e bukura mund të sjellin një njohje interesante. Për ata që janë në çift, dialogu do të zgjidhë një keqkuptim të vjetër. Në punë, mund të prezantoni ide të reja ose të merrni pjesë në një projekt ku talenti juaj do të bjerë në sy. Të tjerët janë të interesuar për punën tuaj. Këshilla e javës: dëgjoni po aq sa flisni. Një informacion i vogël mund të ndryshojë shumë gjëra. Gaforja. Kjo javë ju ofron më shumë me njerëzit që doni. Biseda të sinqerta do t'ju ndihmojnë të largoni një peshë që e mbani në zemër. Familja dhe miqt janë burimi juaj më i madh i forcës. Mund të merrni një këshill ose një mbështetje që nuk e pristit nga dikush që mund ta keni në rrethin familjar ose të njohur. Në dashuri, ndjenjat tua do të thellohen këtë javë. Mos keni frikë të tregosh dobësitë tua, sepse pikërisht aty lind besimi që forcon dashurinë. Këshilla e javës: mos mbani gjithçka brenda vetes. Ndonjëherë një bisedë e thjeshtë mund të ndryshojë gjithçka. Luani. I dashur Luan, dielli ndriçon rrugën tuaj dhe ju vendos në qendër të vëmendjes. Kjo javë është një javë ku mund të fitosh më shumë para, ose mund të dalë një mundësi që ju ofron me suksesin që ju e ëndërroni. Në punë mund të merrni një rol drejtues, ose të përfundoni me sukses një projekt të rëndësishëm. Në jetën personale do të ndjeni më të sigurt dhe kjo do të tërheqë njerëzit pozitiv pranë jush. Këshilla për ju Luan këtë javë është kjo:
Besoni në vlerën tuaj, por mos harroni ta ndani suksesin me ata që ju kanë mbështetur. Kur suksesi ndahet me njerëzit e duhur, ai shumë fishohet. Virgjëresha, kjo javë ju kujton se puna dhe durimi nuk humbasin kurrë. Gjithçka që keni ndërtuar me kujdes do të fillojë të japë frute. Në punë mund të marrësh një detyrë të rëndësishme. Në financa është një periudhë e mirë për të organizuar shpenzimet, për të kursyer dhe për të bërë plane afatgjata. Një mundësi e refitimi mund të kthehet në diçka shumë të madhe nëse tregohesh e zgjuar. Në dashuri qetësia zë vendin e pasigurisë. Ata që janë në lidhje do të ndihen afër partnerit. Beqarët mund të njohin një person që u sjell besim. Shëndeti përmirësohet. Momenti është ideal për të ndryshuar zakone, për të fjetur më mirë dhe t'i kujtohesh më shumë vetes. Këshilla e javës: mos e nënvlerëso përparimin tuaj, edhe hapat e vegjël ku ju ofrojnë drejt një fitore të madhe. Kalojmë tani tek peshorja, e cila është një nga shenjat më me fat këtë javë. Fati është në anën tuaj dhe do të ndihet në çdo fushë të jetës. Dera që ka qenë e mbyllur për një kohë të gjatë do të hapet papritur. Njerëzit do të jenë të gatshëm t'ju ndihmojnë dhe t'ju lehtësojnë në shumë gjëra. Në dashuri zemra juaj mbushet me optimizëm. Nëse je në një lidhje do të rikthehet afërsia, besimi dhe momentet romantike. Ndërsa për beqarët mund të ketë diçka serioze. Financat këtë javë marrin frymë. Mund të marrësh diçka, një bonus, një pagesë të vonuar, apo një mënyrë për të rritur të ardhurat. Këshilla e javës për ju është: mos keni frikë të pranoni ndihmën e të tjerëve. Bashkëpunimi do të jetë çelësi i suksesit. Edhe akripi është një nga shenjat më me fat këtë javë. Kjo javë do të shënojë fillimin e një kapitulli të ri. E kaluara humbet forcën dhe ju ndjeheni gati të ecni përpara. Do të marrësh një lajm të mirë që do të japë shpresë. Në dashuri energjia është shumë pozitive. Beqarët kanë mundësi të takojnë një person që i bën të besojnë sërish tek ndjenjat. Ata që janë në lidhje do të forcojnë lidhjen dhe momentet romantike. Financa dhe puna do të ketë hapje dyersh, një projekt, një ofertë, një mundësi fitimi, gjithçka nga ato që nuk e prisnit. Shëndeti do të jetë më i mirë se në javën e kaluar dhe do të ndjeheni më energjik. Janë disa zakone që ju kanë lodhur dhe duhet i lini pas. Këshilla e javës për ju është: mos u kapni pas asaj që ka mbaruar universi, po ju hap një rrugë më të mirë. Shigjetari. Për ju shigjetar, java sjell disa surpriza. Mund të marrësh një ftesë, mund të njohësh njerëz të rinj. Do të gjesh një mundësi që ju ndihmon të rriteni si personalisht dhe profesionalisht. Financat do të përmirësohen. Dashuria. Duhet të flasësh me partnerin që të mos keni dyshime. Për sa i përket financave, financat janë okay, por kujdes me shpenzimet. Këshilla e javës për ju të shenjës së shigjetarit është kjo: mos refuzoni një mundësi vetëm sepse ju duket e vogël. Ajo mund të jetë një fillim drejt një suksesi të madh. Brytësjapi. Gjërat që deri dje dukeshin të ngadalta tani do të fillojnë të lëvizin. Përpjekjet tua nuk shkojnë dëm. Në punë do të marrësh një vlerësim nga e prori. Në jetën personale do të jesh i qetë. Një bisedë me një person të familjes ose partner do të largojë shumë preokupime që ke në zemër. Financat nuk shkëlqejnë, por fillojnë të përmirësohen gradualisht. Dhe është një moment i mirë që të fillosh të mendosh për plane afatgjata dhe investime. Këshilla e javës për ju brytësjap është kjo:
Vazhdoni me këtë ritëm, suksesi që po ndërtoni hap pas hapi do të ketë dukjen e tij në të ardhmen. Ujori është një nga shenjat më me fat të kësaj jave, sepse një energji e re do të hyjë në jetën tuaj. Kjo javë do t'ju ndihmojë që të lini pas dyshimet dhe të përqendroheni tek lumturia e vërtetë. Në dashuri marrëdhëniet janë shumë të mira. Beqarët do të mirëkuptohen me të tjerët, ndërsa çiftet do të bëjnë disa plane që kanë vlera për të ardhmen e tyre në jetën bashkëtorë. Për sa i përket punës, mund të fillosh një punë të re ose do të ngrihesh në detyrë. Durimi dhe puna juaj konsistente do të fillojnë të japin rezultate konkrete. Për sa i përket financave, do të gjesh disa mënyra të reja që të rritësh të ardhurat, stabilitet në buxhet dhe financa që ecin në drejtimin e duhur. Këshilla e javës për ju të shenjës së ujorit: besoni tek rruga që keni zgjedhur, edhe nëse ecën ngadalë, ajo po ju çon drejt një suksesi të padiskutueshëm. Peshqit, një nga shenjat më me fat të javës edhe kjo. Universi ju vendos në qendër të energjive pozitive, intuita juaj është shumë e fortë. Ajo ju ndihmon të merrni vendime të zgjuara në momentin e duhur. Në dashuri, ndjenjat janë të zjarrta. Mund të jetosh një surprizë romantike ose të marrësh një lajm që të ta mbushi zemrën me gëzim. Për sa i përket punës dhe financave, përpjekjet e fundit do të japin rezultat. Kujdes me shpenzimet të tepruara, pavarësisht të ardhurave që mund të keni. Në shëndet do të ndiheni mirë fizikisht dhe emocionalisht. Energjia juaj pozitive do të ndikojë jo vetëm në shëndetin tuaj, por edhe tek njerëzit që ju rrethojnë. Këshilla e javës për ju është: ndiqni intuitën tuaj. Ajo ju tregon rrugën më të mirë drejt mundësive që të tjerët nuk arrin t'i shohin. Dhe me këtë ju urojmë të gjithëve një javë sa më të mbar.